E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me londrimin edhe me Klodianin. Flirtime mes të dy meshkujve, do me thënë të dy meshkujt, flirtime pafund. Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës, vëmendja e publikut këto ditë është përqendruar tek raporti mes Londrimit dhe Klodit, të cilët janë parë shpesh shumë pranë njëri tjetrit. Afërsia mes tyre është shtuar dukshëm, duke bërë që shikuesit ta aludojnë për një kimi të re, që po krijohet brenda kësaj shtëpie. Dyshja janë kapur nga kamera duke i bërë komplimente ngjyrës së syve njëri tjetrit, ndërsa bisedat e tyre të qeta dhe të shpeshta kanë krijuar dhe shumë kuriozitet tek publiku. Në një tjetër video që po qarkullon në rrjetet sociale, Londrimi shihet duke mbajtur një palë pantallona në duar, ndërsa Klodiani dëgjohet duke thënë unë e di që ti e di që unë e di. Londrimi përsërit fjalët e tij në të njëjtën kohë sikur të dy e dinë saktësisht ku po shkonte kjo bisedë. Momentet që ndezi më shumë reagime ishte fundi i videos, ku Londrimi i drejtohet Klodit me fjalët ta ha gojën, një frazë që u interpretuar gjërësisht si tepër flirtuese dhe shumë përtej shaka së zakonshme mes banorëve. Kjo sjellje e tyre ka bërë që shikuesit të hapin diskutime të gjëra në rrjet, me komente që shokojnë nga çudia, te dyshimet për një romancë në formimin e sipër. Ndjekësit po presin të shohin se si do zhvillohet raporti mes tyre në ditët në vim, ndërsa dinamika Londrim-Klodi tashmë është një ndër temat më të përfolura brenda shtëpisë edhe jashtë saj. Unë mendoj që Klodiani dhe Londrimi në këtë rast kanë një lloj kimie të afërt shoqërore dhe ndoshta ne si shoqëri nuk kemi mësuar që të shohim kimi të këtilla, nuk kemi mësuar që të shohim afrimitet të këtill dhe kjo kimi, ky afrimitet i bën që ato të dy domethënë të shndrohen në kryefjalë, të shndrohen në fenomene që flasin të tjerët për to. Nuk më duket që kanë krijuar një lidhje dashurie, apo nuk dua t'i quaj homoseksual, nuk më duken të tillë, por më duken sikur kanë një kimi shumë të afërt dhe kanë një emocion të papar.